1991, në Ujmirë të Klinës, u mbajt konferenca e tretë e përgjithshme e Lëvizjes Popullore të Republikës Kosovës, ku profesor Bejdin Allaçi u dallua për vizionin e tij të qartë për organizimin të rezistencës armatosur kundër Serbisë. Në 4 tetor të vitit 1991, në këtë shtëpi, me lejen e prindit tonë, Sabri Shola, marrëveshje edhe me vllaun e madh, Ukën, disa nga krejat e Lëvizjes Popullore të Kosovës kanë rënë në ide që këtu të mbahet mbledhja e tretë e Lëvizjes Popullore të Kosovës. Në natën e përmendme, në 4 tetor kanë ardhur anëtarë të Lëvizjes Popullore të Kosovës nga të gjitha aniset e Kosovës. Trattamento in tubucito, per tubo, e di niente c'è. E io scazzo con la dieta ne va. Se non c'è taccia, no. Se come ci usavo. Nga kjo mbledhje e organit më të lartë të Lëvizjes Popullore të Kosovës është ruajtur edhe gjerimi autentik. Edhe më herët kam insistu që të kuptohet drejt taktika e luftës, edhe si Lëvizje, edhe si kon, do të përsëris, veçanërisht vetura me shumë orientime drejta që ishte unë dhe shokë tjerë, po veçanërisht me shumë ndirim të veteranëve, se duhet kuptohet drejt taktika, pa bashkimin e të gjitha forcave, pa heqa shpirt në vështirësi, që vetëm ne mundemi dhe ke mujtë dhe tjera, ne nuk mund të shkojmë përpara. Një problem që nuk është fare deri më tash, dhe që mungon në raport, që është dorësi e madhe, është problemi organizimit, mirë fill, jo vetëm politik, sepse ne në gjendje lufte, dhe vetë që një muja, 2-3, po që 10 vite, është problemi që duhet definohet qartë se ne jemi organizat politike për nga përmbajtje dhe veprime të puna që kemë bërë ushtarake, organizat politike ushtarake. Në qoftë se nuk kemë kësi pretendime që kemë organizat politike ushtarake, ne bëjmë vetëm teori. Sepse dihet mirë filli se si realizohen programet politike, qëllimet politike, në dy mënyra, me mjetet politike dhe ushtarake. Ne jemi në gjendje të luftës. Gjitha e curit, një për masa kombëtare edhe jashtë kombëtare, pra në Jugosllavi dhe më gjithë, përgën se është imperativi kohës, që më tepër t'i kushton rëndësi. Sepse ne nuk e kemë problemin me programa, e kemë programin e qartë atë e shka të dështu. Nuk e kemë problemin a jemi gatshëm në dështu. Ne nuk e kemë problemin a kemë me qka e si. E kemë problemin se a jemi në të mas të organizu, pra në kuptimin ushtara, politikë ushtara, ku përsëris nuk për i ndaj, nuk bënd të ndajnë të gras, edhe të duhet të teksi, sa kemë ndojnë, ne se Lëvizje, edhe partit tjera bashkë, pra si popull të këndime, sa në shkar nivelli jemi të organizimit ushtarë, të kojmë lukë. Në vazhdimisht në dokumentet të në traktet të në gjitha që kemë shumë, e kemë definu qarë. Dhe pra arsynet diplomatike e tjera që nuk jenë për lukë, por në qofë se ne imponohet, ne do t'jem vitë kore tjera